Një nismë religjore ndërmarrë nga Partia Socialiste e Shqipërisë synon të ndryshojë mënyrën se si jepet shtetësia shqiptare për shtetasit e huaj. Projekt ligji dorëzuar në kuvent me firmën e Taulant Ballës parashikon mundësinë që individ të caktuar të përfitojnë shtetësi edhe jashtë kritereve të standardeve të përcaktuara aktualisht në legjislacion. Sipas propozimit, në raste kur ekziston një interes i posaçëm shtetëror, aplikantët mund të përjashtohen nga kërkesa që lidhen me moshën, njohjen e gjuhës shqipe, njohuritë historike apo periudhën minimale të qëndrimit të lishëm në vend. Ky ndryshim synon të korrigjojë fleksibilitetin për raste që konsiderohen strategjike për interesat e shtetit shqiptar. Projekt ligji parashikon që ky interes të çevrikohet përpara presidentit të Republikës së Shqipërisë nga ministri përgjegjës për fushën përkatëse, duke garantuar një filtr institucional në vlerësimin e aplikimeve. Në vijim të procedurës, një rol të rëndësishëm do të ketë edhe Ministria e Brendshme, e cila do ndërmjetësoj procesin dhe do të përcjell propozimet për vendimarrjen përfundimtare. Një tjetër element i rëndësishëm i nismës së shkrimi një strukture të posaçme shtetërore, e cila do të funksionojë në varësi të ministrit të brendshëm. Kjo agjenci do të ketë si detyrë verifikimin e aplikimeve dhe vlerësimin e rrethanave që përbëjnë interes shtetëror, duke shtuar një hallk të re kontrolli dhe analize në proces. Në relacionin shoqëruar të projekt ligjit argumentohet se institucionet e larta të ekzekutivit janë ato që mbajnë përgjegjësi për të identifikuar dhe mbrojtur interesin shtetëror. Sipas kërkesës logjike, vendimarrja për dhënien e shtetësisë në raste të veçanta duhet të mbështetet në një vlerësim të gjerë institucional që shkon përtej kritereve standardeve ligjore.